i kam 50 veta mysafir ose 30 veta, a ka rëndësi numri mysafirëve ambienti? Po, patjetër. Si shkon kjo, kriteret, çush janë? Kriteret janë mas pari, po, janë numri të ftuarve, numri të ftuarve dhe është miniher lokacioni ku do t'jetë, se është shumë e rëndësi për mu. Mandej miniher e du një takim me klientin, se më intereson shien çfarë e ka ai. Se normal, mrim shumë punë dhe shumë kontrata vetëm me WhatsApp, me faqet e Instagramit, rrjete sociale, po takimi për mu, nëse është eventi mas një jave ose mas 10 dite, du gjithçysh mu taku se kom qef me adit stilin, cilin e ka. Sa i mundet me pas një stil tjetër, po tash nëse se klientela është kështu, e ka pa për shembull një foto me një ambient hapun, krejt një dekor tjetër, ai tani nuk shkon më në ambientin e mbyllur. Do me thonë, këto është esenca e krejt dekorit që do na mi propozu karika tjera, do na mi propozu materiale tjera, tash për shembull shumë i bukur plishi, koç, plishi gjelbë,